Këtu është horoskopi e diel 25 maj 2025. Mirë se vini në kanalin Horoskopi i Fationit. Dashi. Energjia kthehet dhe ekziston gjithashtu guximi për të bërë sot vetëm një katastrofë ose një rënje fizike që duhet shmangur. Në dashuri, një vendim në lidhje me një ndryshim në jetë që mund të ketë të bëjë edhe me shtëpinë. Demi. Parat nuk bien shi nga qielli, prandaj ki kujdes sepse shpenzimet kanë qenë të tepërta që nga muajt e kaluar. Nëse një histori ka pasur ditën e saj, gjeni guximin për ta hequr qafe atë. Binjaket. Preferoni marrëdhëniet me të tjerët. Në dashuri ju mund të fitoni një luftë, por një njeri ka qenë duke mohuar disa nga siguritë tuaja për disa kohë. Gaforja. Sot ju gjeni një energji të mirë. Një situatë sigurisht jo e lehtë që ju stimulon të bëni më mirë, në vend që t'ju pengoj. Luani. Ju jeni një njeri i fortë. Është koha të rriteni dhe të kërkoni kuptimin e emocioneve të caktuara që jetoni brenda jush. Kujdes nga provokimet me një bricjam. Virgjeresha. Ka të ngjarë që do t'ju duhet të luftoni kundër disa fatkeqësive të vogla, disa situata të çojnë në vonesa. Nëse tashmë keni një histori që po zhvillohet, do të dëshironi të përpiqeni të arsyetoni, të kuptoni arsyen e një mbylljeje të supozuar. Peshorja. Sot është e lehtë të zgjidhësh një problem ose të jetosh një histori dashurie me më shumë qetësi. Është një turn bashkëpunëtorësh, në dashuri njeriu duhet të ndalet dhe të flasë. Akrepi. Ndiheni pak të lodhur, është më mirë të mos e teproni sot, sidomos pasdite dhe mbrëmje. Edhe për një gjë të parëndësishme ose një debat mund të ndiheni shumë nervoz ose të paduruar. Shigjetari. Për disa ka pasur një periudhë plot tension, por tani gjërat janë më mirë, mund të dalësh nga një tunel keq kuptimesh, e rëndësishme është që e dëshiron shumë. Bricjapi. Mendoni nëse do të shtyni për nesër situata serioze ose komprometuese. Situata nuk është në të mirën e saj, ndihet lodhje, shmangni udhëtimet e gjata. Në dashuri ka pak lajme. Ujori. Një ditë që ndriçon jetën shoqërore në një mënyrë të lehtë dhe me fat. Për të vetmuarit, dashuria është në jetën tuaj dhe është koha për të bërë disa zgjedhje të rëndësishme. Peshqit. Mbetet një kohë e rëndësishme për të diskutuar dashurinë. Ekziston një rinovim i shkëlqyeshëm që ju dëshiruat. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.